Vajzat hapin Instagramin dhe shikojnë një djalë që vjen me Maserati, me një tuf lulesh gjigande në dorë, me një dhuratë të shtrenjtë në dorë, pasohet me një darkë romantike dhe me fshek zjarre në sfond, dhe mendojnë, këtë dua, ky është standardi që po kërkoj, kështu duhet të trajtohem. Nga ana tjetër, djemt hapin Instagramin, shikojnë aty një djalë duke hipur në avion privat, me një orë, me diamante, me veshje firmato, shumë të shtrenjta, me një tuf parash në përduar, dhe ata mendojnë, sa shumë mbrapa pas ka mbetur, s'po ja dal dot në jetë. Po e vërteta nuk është kjo. Shumica e këtyre janë fake. Avione, makina, vilat, marra me qëra. Nuk është sukses, është strategji për social media. Pasuria e vërtet është e heshtur. Njerëzit e pasur nuk e tregojnë atë, ata i jetojnë atë. Mos e ngatarroni dukjen me vlerën e vërtet. Ata që duan të duken, në fakt kanë më pak. Dhe nëse ti po shikon video me momentet më të bukura të këtyre njerëzve dhe duke menduar se je vonë, në fakt nuk je vonë.